Ne e dim se materia e errët mund të përbëhet nga objekte të zakonshme qiellore si planetet, nëse jo realisht të tipit toksor, jo shumë masiv, të paktën të tipit jovian. Në këtë skenar megjithatë ka disa probleme. Njëri është se nëse supozojmë se planetet formohen vetëm pranë yjeve rreth të cilëve ata orbitojnë, edhe planetet më masiv do të mbeten një xhuxh në krahasimin me yllin më të vogël. Prandaj ata mund të kontribuojnë me masën e tyre në një përqindje të vogël të vlerës së omegas, le të themi 0.05, një vlerë qartësisht e pamjaftueshme. Për të mos humbur asnjë nga postimet tona, mos ngurroni të bëni subscribe dhe të aktivizoni njoftimet. Por problemi më i madh vjen nga nukleosinteza e elementeve të lehta që ndodhi gjatë Big Bangut. Në kohën e lindjes së tij, kur ndodhi ky shpërthim i madh, universi ishte një përzierje jashtëzakonisht e nxehtë e grimcave të ndryshme. Me sirimin dhe ftojen e tij, materia e zakonshme, neutronet, protonet dhe elektronet, filluan të formojnë atomet e elementeve që mund të vëzhgojmë sot në univers, por natyrisht në një masë më të madhe hidrogjeni dhe heliumi. Nukleosinteza e Big Bangut është një teori që ka pasur sukses të jashtëzakonshëm. Ajo jo vetëm që parashikon që hidrogjeni dhe heliumi janë elementet më të bollshëm në univers, por parashikon për masat e tyre të sakta relative, por ka diçka që nuk shkon. Formimi i sasive të secilit element varet rreptësisht nga sasia e lëndës origjinale e nevojshme për formimin e tyre. Teoria e nukleosintezës parashikon që universi aktual mund të formohej vetëm nëse sasia e lëndës origjinale kishte një vlerë omega në barabartë me 0.1. Ne mund të shohim se sasia e materjes së barionit është më e madhe se sasia e materjes së dukshme, kështu që duhet të ketë një lloj lëndë të errët, të formuar nga planetet ose nga yjet tashmë të shuar. Megjithatë, ende nuk është mjaftueshme për të shpjeguar shpejtësitë e vëzhguara të rrotullimit dhe grupimit. Yje me dritë të ulët, xhuxh kafe dhe të bardhë, kandidatet e tjerë që i përkasin materjes së zakonshme, duke përfshirë ato yje që nuk kanë arritur një masë të mjaftueshme për të nisur ndezjen dhe për t'u bërë të shëndritshëm, janë xhuxhët kafë. Përsëri megjithatë, problemi është i njëjti, të kishte barion të mjaftueshëm për të bërë një ndryshim. Tani është gjithmonë e mundur që teoria e nukleosintezës të mos jetë saktë, dhe disa janë të prirur ndaj kësaj hipoteze, por pëlqimet e marra nga teoria janë të tilla dhe të gjëra, sa bëjnë të preferueshme kërkimin e përgjigjeve alternative. Lënda egzotike krejtësisht egzotike nuk është. Është vetëm grimca të tjera përveç elektroneve, protoneve dhe neutroneve. Shumë prej këtyre grimcave janë të njohura, të tjerat janë hipotezuar se përpiqen të zgjidhin problemin e materjes së errët. Neutrinot janë një shembull i grimcave egzotike të njohura. Ato besohet se janë pa masë, edhe nëse në disa eksperimente sugjerohet se nuk është kështu, dhe se ka një masë shumë të ulët. Universi është i përshkruar me neutrino dhe rëndësia e tyre për kërkimin e lëndës së errët do të ishte rëndësishme edhe nëse ato do të kishin një masë prej 1/500 e masës së elektronit. Vetëm kjo do të mjaftonte për të sjellë vlerën e omegas në 1. Pjesa më e madhe e lëndës egzotike bie në kategorinë e VIP, një akronim për grimcat masive ndërvepruese të dobta. Ato i përkasin kategorisë së grimcave të rënda, të cilat megjithatë ndërveprojnë dobët me materjet e tjera. Grimcat e mundshme që do t'i përkisnin kësaj klase janë të shumta dhe kanë emra egzotik. Ndryshimet në ashpërsi. Një zgjidhje e mundshme edhe pse mjaft ekstreme është mundësia që ne nuk e kemi kuptuar plotësisht gravitetin. Ndoshta graviteti në një shkallë të madhe, për shembull kur bëhet fjalë për dimensionet galaktike, nuk sillet në të njëjtën mënyrë si në shkallën e vogël që ne jemi në gjendje të masim. Edhe pse nuk ka gjasa, mundësia nuk mund të injorohet.